Gjykata e Tiranës dënoi me nga 1 vit e 4 muaj burgim secilin nga 3 miqtë e Besnik Pudjas, ish ushtarit profesionist i cili u gjeti pa jetë në një kapanon hashashi në Kollogjesh të Shëngjergjit, të pandeurit Alges Liqi, Dritan Puzo e Halit Dusha, u gjetën fajtor për akuzën e moskallëzimit të krimit, pasi ndonë se kishin dieni që Pudja mbante 2 armë pa leje dhe ishte i përfshirë në aktivitetin kriminal të kultivimit të hashashit. Nuk e denoncuan pranë organeve kompetente. Në vendimin që mban firmën e gjykatësit Sokol Tona, thuhet se të pandeurit Alges Liqi e Dritan Puzo ishin punësuar nga Pudja për të ndërtuar kapanonin që do të përdorej për tharjen e bimëve narkotike. Për punën ata do të paguheshin me nga 3.000 lekë secili. Në vendim theksohet se gjatë punimeve, të pandeurit e kanë parë ish ushtarin profesionist të bënte lojra me armë, duke vënë në pjesë të ndryshme të trupit si kokë apo gjoks dhe duke bërë shkrepje boshe. Gjithashtu ata ishin në dieni edhe për 300 rrënjët e kanabisit që ishin në proces tharje, e megjithatë kanë heshtur duke mos e treguar krimin. Po ndërsa miqtë e Pudjas tashmë po vuajnë dënimin, Prokuroria e Tiranës ende nuk e ka të qartë nëse ish ushtari profesionist që u gjeti pa jetë në kapanon është vetvrarë apo vrarë nga persona të tjerë. Prokuroria po vjon hetimet për të zbardhur këtë fakt, që në krye të herës shkaktoi përplasje mes institucioneve. Policia e referoi ngjarjen si vetvrasje, ndërsa organi i akuzës prej tetorit të vitit të kaluar vjon hetimet për vrasje të Besnik Pudjas. Për momentin dosja Pudja është kthyer për të dytën herë në polici.